Ndryshimi i klimës nuk është më një koncept i largët. Ai ka fytyrën e njerëzve që humbin tokën, ujin dhe shëndetin çdo ditë. Në Shqipëri ky realitet po ndryshon mënyrën se si ne jetojmë në çdo cep të vendit. Udhëtuam nga veriu në jug për të sjellë historitë e tokës që nuk prodhon më fasule në Korçë, liçeni të Prespës që po zhduket çdo ditë, dhe të një gruaje në Tiranë që nuk arrin dot të marrë frymë. Shumë prej nesh e mendojnë Shqipërinë të vogël për të prekur nga klima, por ne pam të kundërtën. Historia e klimës është historia jone e përditshme. Nga një klimë mesdhetare, Shqipëria po shkon drejt asaj subtropikale dhe ky vit përforcoi faktin se ne jemi pjesë e problemit dhe viktima e tij në të njëjtën kohë. Klima nuk pret, ashtu si një vatër zjarri që përhapet ose një valë të nxehti që merr jetë njerëzish. Kjo histori janë thirrja jonë për veprim. Me ekspozitën pas dritës së kuqe, dua që secili prej jush ta shoh, ta ndjej dhe të dalin me një pyetje. Çfarë mund të bëj unë? Ju pres më 22 shtator, ora 18 tek Tulla Center.